Kuptoj, ka një qëndrim ndryshe. Pikërisht e çfarë si reagoi Dumani, se e tha bolli kemi këto institucione që na monitorojnë. Boll të kontrolluar jemi që janë gjithë këto gjëra shtesë pa lidhje diçka e që ju doni të bëni. Po ti shohësh me kujdes, se para njerë debati vjen në momentin e gabuar. Që do të thotë, Partia Socialiste sapo ka marrë pushtetin. Po. Dhe është pushtet për herë të katërt. Po të shikosh edhe para 4 vjetësh kur e mori pushtetin, pati një situatë, si thuash, ngrefosjeje të pushtetit, ta që kishin që e ruajtën, dhe një situatë tulatje të pjesës tjetër, qoftë opozitës, qoftë atyre që e shohin e duan atë Shqipërinë të drejtë të ndershme tjerë njerëz si dhimbset Shqipëria e ku diun, dhe erdhi pikërisht në këtë situatë, që do të thotë që u forcua prap pushteti, e kam prap socialistët dhe do t'i mbështjellin Kërbaçin, Spaku, ta çojnë aty ku duan ata. Okej, pra ti kështu e lexon. Kjo ishte që votat i morëm tani hajde. E shumta është një moment i gabuar se kur ka ndodhur ky debat. Momenti është shumë i gabuar. Tani tjetër. Pak i parakoshëm. Tjetër. Është ajo underground që the. Po çfarë ka underground pra, këtë po mundohem të kuptoj. Na vi valla. Po të shohësh pikat. Po. Kemi të frenohen arrestimet spektakolare, kontrollet e befasishme në shtëpi e tjera. Të frenohen arrestimet spektakolare. Tjetër. 2. Respektimi prezumimit pafajësisë, respektimi drejtave procedurale të pandehura të viktimave. 3. Përdorim proporcional të masave të sigurimit. 4. Ndëshkim alternativ. Kjo është më e rrezikshme. Ndëshkim alternativ, çfarë do të thotë ndëshkim alternativ? Më pak burg, masa më të lehta për shërbim prove tjera. Pra jo arrest me burg, jo burg. Gjitha këto pika nuk shkojnë më larg se sa, si thuash, asa çfarë ka nxjerrë nga goja e kryeministrit Shqipërisë filluar me atë deklaratën e madhe paracakohesh që i thoshte Spakut që këtej djathtas goditjet jo marrës, jo vetëm te nga ne. Dhe që përfundoi me atë kërcënimin që mos guxoni të vini te telefoni im. Pra, atyre duhet një Spak më i lexueshëm, një Spak më i frenuar, pa iniciativë për të marrë veprime të forta antikorrupsione e tjera. Pra, nuk i duhet me thënë trash Spaku i Altin Dumanit. Nuk i duhet Spaku Altin Dumanit. Po i duhet Spaku, rikthim të Spaku i Krajës. Rikthim tek Spaku i Krajës.